Autoritetet shëndetësore europiane kanë ngritur alarmin për qarkullimin e testeve të rreme të kombinuara për COVID-19 dhe grip, të cilat mund të japin rezultate të pasakta dhe të përbëjnë rrezik serioz për shëndetin publik. Sipas Euronews, bëhet fjalë për teste që imitojnë produkte origjinale të destinuara për përdorim shtëpiak, por që nuk përmbushin standardet e sigurisë dhe besueshmërisë. Një nga rastet e identifikuara lidhet me teste të prodhuara nga kompania SafeCare Biotech, ku një seri e caktuar është konfirmuar se e falsifikuar nga vetë prodhuesi. Alarmi është bërë fillimisht nga autoritetet në Portugali, të cilat kanë njoftuar institucionet homogjene në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Problemi bëhet edhe më serioz për faktin se ekzistojnë versione origjinale të njëjtit test me referencë të ngjashme, çka e bën tepër të vështirë dallimin e produkteve të rreme vetëm nga pamja e jashtme. Autoritetet theksojnë se përdorimi i këtyre testeve mund të çojë në rezultate false negative ose false pozitive, duke bërë që personat e infektuar të mos izolohen apo të marrin trajtim të panevojshëm. Për këtë arsye, qytetarët këshillohen që testet për COVID-19 dhe grip i blejnë vetëm në farmaci ose përmes kanaleve zyrtare të certifikuara dhe të shmangin përdorimin e çdo testi për të cilin kanë dyshime mbi origjinën apo sigurinë. Në rast dyshimi, rekomandohet që testi të mos përdoret dhe të kërkohet këshill mjekësore, pasi pasojat e një rezultati të pasakt nuk prekin vetëm individin, por edhe shëndetin publik në tërësi.